Influencuesja humbi jetën pasi i ra nga kati i 27 i një ndërtese në Dubai. Një influenciere ka humbur jetën pasi i ra nga kati 27 i një ndërtese shumëkatëshe në Dubai. Kuana Bilhar, 27 vjeç, e cila kishte fituar një numër të madh ndjekësish në rrjetet sociale fal punës së saj si modele me përmbajtje për udhëtimet, humbi jetën pasi ra nga kulla duke nxitur autoritetet të nisin një hetim. Policia po heton rrethanat e ngjarjes dhe nuk ka përjashtuar asnjë pistë për fshirë mundësinë e një aksidenti, vrasjes apo femicidit. Dekja u konfirmua nga nëna Darla Bilhar në shtat Korik. Nuk ka fjalë që mund të shpreh madhështinë e boshllëkut dhe mallin që ka lënë pas, shkroi ajo. Sot nuk je më pranë meje, ashtu siç kisha ëndërruar, por do të jetosh përgjithmonë brenda meje, të dua pafundësisht bija ime, deri në ditën kur do të takohemi sërish, shkroi ajo. Darla ka udhëtuar drejt Dubait për të ndjekur nga afër hetimet dhe për të organizuar kthimin e trupit të së bijës në Brazil. Në një nga postimet e saj të fundit në rrjetet sociale, Kuana kishte ndarë me ndjekësit lajmin e fejesës me partneren e saj, Barbara Abrantes. Ajo publikoi fotografi nga festimin e 25 qershor, postim që besohet të ketë qenë i fundit i saj në rrjetet sociale. Data e saktë e vdekjes modeles braziliane ende nuk është bërë publike. Nëna e saj e shkatruar nga dhimbja ka kërkuar respekt për kujtimin e të bijes, pasi profilet e saj në rrjetet sociale janë mbushur me komente keqdashse. Ajo meriton respekt, nuk mund të përgjigjet më akuzave, komente dashakeqe dhe historive që po shpiken për të, shkroi ajo.